Mirëmbrëma goca, mirëmbrëma, si keni kaluar sot, shpresoj që të keni qenë mirë, edhe uroj të jeni mirë o Zot. Kjo ishte darka ime për sot, pilaf me verdura dhe krahor pule me panë. Këtu kam ngri verdurat, specka, kungull, karrota dhe kaq. I kam ngrirë të gjitha në atë në mikser. Tu kam shtuar dhe specin e kuq, e kam e thetigani, e kam shtuar vaj, po nuk e behra video. I të razojmë që të thanin që këtë lengun se e qua në gëgja lengë, se unë i griva shumë të imta, se Eliana më bën naze. Këtu i kam edhur në tepsi, po nxitoja se ishte edhe vonë. Tu kam orizin. I kam dhënë pak të skuqur, jo shumë, ja si që shikoni. E kam shtuar bashkë të verdurat, gjithë orizin. E kam trazuar pak dhe i kam shtuar ujin e ngrohtë. E kam bërë të thjeshta, nuk i shtova asgjë tjetër se normal do shtoja mishin e pulës. Tu kam prerë mishin e pulës, gjoksin. Edhe ja si që shikoni, po e beja në copëzat vogla. Tu e kam vendosur për të skuqur, mishin e kam larë, se si që kam thënë që unë mishin e pulës e kam shumë e rokët, në vërtet nuk e di pse, e kam këtë. Tu e të razojmë që të pija të se kur lahet normal, qonë pak ujë, është mëse normale. Ja dhe këtu ishte gati, e kështë pirë të gjithë ujën, edhe po fillon të skuqen, po nuk do e të bëjë të skuqur. Këtu i kam shtuar panën bashkë me Eliana, se Eliana ka qef të më ndihmoj. Edhe ja këtu po ndaja pilafin në për pjata, si që shikoni me model. Dhe këtu kam shtuar mishin me panën që kam përgatitur, mishin e pulës. Dhe ja si doli goca. Ju uroj një mbrëmje të bukur, natën e mirë dhe kush ka dëshirë le të më ndjeki. Se ka shumë veta që më pëlqejnë, po jo se më ndjekin të gjithë. Gjithsesi faleminderit.